الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير نبي أرسل. تجد falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, paqja dhe bekimet më të përzemërta qofshin mbi vullën e mbar profetëve, profetin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të nderuar, shokët e tij dhe mbi të gjitha të cilët i pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allah subhanahu wa ta'ala na thot në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Edhe Zoti jot krijon çfarë do dhe zgjedh lirisht ashtu siç don ai. Allah subhanahu wa ta'ala I ka veçu disa kohë për disa kohë të tjera, disa njerëz për disa njerëz të tjera, dhe në këtë kontekst ka veçu ditën e parë të Dhul-Hijjes, ditë të cilin e kemi nisë. E falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala që na e ka bërë të mundur ma arrit këtë ditësh dhe ditësh në të cilin Allah azza wa jall është betu për të në surën Al-Fajr kur thot wal fajri wa layalin ashar. Pasha agimin dhe pasha 10 netët. Rreth komentimit të këtij ajeti kuranor Ibn Kathiri na cek dhe na thotë që janë për qëllim 10 ditët e parë të Dhul-Hijjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I është drejtuar shokëve të tij duke I thënë: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam." Nuk ka ditë të cilat puna e mirë, vepra e mirë është më e mirë se sa në këto ditë, tha shokëve të tij profeti sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ato e pyetën: "Edhe as luthen në rrugën e Allahut azza wa jall?" Jo, tha: "Edhe as luthen në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm ai person I cili shkon vetëm dhe me pasurinë e tij dhe nuk kthehet." Po ashtu Ibn Taymija na ka treguar dhe ka thënë që 10 ditët e Dhul-Hijjes, 10 ditët e parë të Dhul-Hijjes janë më të mira të Zot, 10 ditët e fundit të Ramazanit, ndërsa 10 ditët e fundit të Ramazanit janë më të mira se 10 ditët e para të Dhul-Hijjes. Ajo që kuptohet në dallimin e këtyre ditë nga ditët e tjera të vitit është bashkimi I adhurimeve të Allah në këto ditë, siç janë namazi, agjërimi, lëmosha, haxhi, adhurime të cilat nuk bashkohen në kohë të tjera. Muslimani duhet të ndalet edhe të pyesë veten e tij çfarë ka përgatitur për këto ditë. Çfarë veprash të mira ka përgatitur për këto ditë? Me çfarë veprash I ka veçu këto ditë nga ditët e tjera? Ai ka bërë këto ditë të barabarta me ditët e tjera, apo I ka veçu me adhurime të cilat e kënaqin Allahun azza wa jall? A ka agjëru këto ditë? A ka dhënë lëmosh, sadaka, shtesë? A është kujdes më tepër për njerëzit që e ka obligim që të kujdeset për ta? A ka shfaqur bindje dhe mirësi ndaj prindërve të tij? A ka shtu përmendjen e Allahut azza wa jall, leximin e librit të Allahut subhanahu wa ta'ala? A ka shtu namazin e tij? Amara për adhurimeve që e kënaqin Allahun subhanahu wa ta'ala. Për suneteve të profetit sallallahu alaihi wasallam që na ka lënë në këto ditë është edhe tekbiri. Një nga format e ligjëruar të këtij tekbiri është edhe fjala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu është më I madhi, Allahu është më I madhi, nuk ka të adhuruar tjetër me drejt, vetëm sa ai, Allah është më I madhi, Allah është më I madhi, e atij të kanë falënderim. Muslimani takon që me ringjallë të sunet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umeri dhe Abu Huraira radhiyallahu anhum, Allahu qoftë I kënaqur me ta, delin në treg. Edhe bani këtë lloj tekbiri, bani këtë tekbir për të ringjallë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky tekbir ndahet në dy lloje: tekbiri I kushtëzon dhe tekbiri I pakushtëzon. Tekbiri I cili fillon me hyrjen e këtyre 10 ditëve dhe bëhet kurdo, kudo që është një, në treg, në shtëpi, kur del, e në radhë, tekbiri I kushtëzon, tekbiri I veçantë. Tekbiri I cili fillon sipas menimit më të saktë me ditën e Arafatit, me lindjen e diellit, deri në ditën e fundit të Tashrikut, deri në ditën e fundit të Bajramit. Ky tekbir I kushtëzon I veçantë dhe pas namazeve farze. Për ditëve të veçanta në këtë 10 ditësh po ashtu është dita e Arafatit. Dita e Arafatit e cila është sunet që të agjërohet dhe siç na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, që ajo fal gjinohet me kodet e 2 viteve, viti që ka kaluar të vitit jues, të vitit që pason. Në këtë ditë shtohen lirimet nga zjarri i xhenemit dhe falja e gjinoheve për muslimanët
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që nuk ka ditë në cilën Allahu azza wa jall liron njerëz nga zjarri më shumë se sa në këtë ditë. Dhe po ashtu Allahu azza wa jall ka për t'ju krenu me lajkeve dhe me këto robër të cilët e përmendin Allah subhanahu wa ta'ala, duke i thënë po ashtu ma aradaha ula çfarë deshin ato. Ibn Abdul Barri Allahu mëshiroft thotë që hadithi është argument që Allahu azza wa jall i ka fal këto njerëz sepse Allahu azza wa jall nuk krenohet me ato njerëz vetëm se pasi i ka fal dhe i ka mëshiruar. Kurse cila është lutja ose cilat janë lutjet me të cilat njeriu nëse e zën ditën e Arafatit mund t'i përmendi ato, mund t'i thojë ato. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që duaja më e mirë është duaja që thuhet në ditën e Arafatit. Është lutja që kam thënë unë dhe profetët para me, ajo është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtuar se Allahu azza wa jalla vetëm i pashot. Atij i takon sundimi dhe atij i takon falënderimi, ai ka fuqi mbi çdo gjë. Këto argumente tregojnë për vlerën e ditës së Arafatit. Dhe po ashtu që duaja, lutja në këtë ditë me lejnë Allah azza wa jall ka shumë shanse që të pranohet, është të pranuar me lejnë Allah azza wa jall. Prandaj muslimani në ditën e Arafatit dhe në ditët e tjera mundohet që me i mbush këtë ditë me adhurim dhe Allah azza wa jall, me largim nga haramet Allah azza wa jall, sepse ashtu siç veprat e mira kanë pesh tek Allah subhanahu wa ta'ala dhe shumë fishohen, kanë pesh më të madhe në këto ditë të veçanta, po ashtu dhe gjinohet dhe shkeljet e saqeve të Allah azza wa jall janë më të rënda nuk janë ashtu siç janë në ditët e tjera të vitit. Por se si t'i kalojë muslimani këto ditë, me çfarë adhurime është të merret, ka adhurime të shumta me të cilat muslimani mund të merret në këto ditë të begata, siç janë leximi i Kuranit, përmendja e Allahut azza wa jall, falja e namazit, shtimi i namazit nafile, pendimi i sinqert, lëmosha me dhënë sadaka për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, agjërimi i këtyre ditë dhe sidomos agjërimi i ditës së Arafatit. Ati që ka bë Allahu azza wa jall rizq me e bë edhe haxhin, ajo është për adhurimeve më të mëdha, po ashtu me bë kurban për hir të Allahut azza wa jall, ati që Allahu azza wa jall ja ka mundësu. Duaja, lutja, normalisht lutja Allah azza wa jall sa më shumë në këto ditë të begata. Lutim Allah azza wa jall që ne bëj për ty që i shfrytëzojnë këto ditë në veprat e mira dhe i ruhen saqet të kufive të Allah azza wa jall dhe bëhen këto ditë argument për to dhe jo kundër atyre në ditën e gjykimit. Alhamdulillahi rabbil alamin.